Amaneti nuk është thjesht ai amaneti që ta lën ty dikush marruj, ai është një prej formave të amanetit. Po të lexosh fjalët e sahabëve, thot njëri për sahabëve, abdesi është amanet. Thot një tjetër, gusli është amanet. Thot një tjetër, pastrimi është amanet. Nga kjo kuptohet se çdo detyrë që na kalon Zoti është amanet. Që do thot kur të marrësh abdes, duhet të marrësh mirë, jo shkele shko. Kur të marrë gusl, duhet të marrësh mirë, jo shkele shko. Kur të pastrohesh, duhet të pastrohesh mirë, jo shkele shko. Kur fal namaz, duhet me e fal mirë, sa është amanet namazi, jo shkele shko. Kur agjiron, duhet me agjiru mirë, jo shkele shko, e kështu me radhë. Po ka dhe disa amanetet të tjera që ne nuk i quajmë amanete, për shembull, familja. Amaneti më i madh në qafën e njeriut është familja e tij. Gruaja, fëmijët, nona, baba. Po amanet është edhe përgjegjësia që ti merr mbi supet e tua për ta kryer diçka ose për ta bërë diçka. Edhe nuk e bën. E lën përgjys, nuk i jep hakun. Është amanet, përgjegjësia, detyrat që merr në jetë. Dhe nuk e jep hakun ashtu siç duhet, ti ke probleme me amanetin. Që do thotë njëri që ka probleme me amanetin, ka mundësitë më të mëdha të bjerë nga ura e Siratit.